Kur dëshironi të përgatisni një menyu si në restorante për familjen tuaj, ju sugjeroj të provoni mishviçi me salze këpurdha. Kjo mënyrë gatimit bën që mishi të mbetet shumë i butë. Fillimisht këpurdhat i pastrojmë, i kullojmë mirë, i prejmë në feta të holla, i kalojmë në tigan me vaj ku do i skuqim për disa minuta me kapak të mbyllur. Pastaj i largojmë nga tigani. Në anën tjetër këtu kemi mishin e prerë në feta. Mishin e freskëçuar për dorë e gjeni tek mishtore Meli në Prishtinë. Tek mishi hedhim krip dhe piper të zi. Këpurdhat i largojmë nga tigani, në të njëjtin tigan hedhim qepët, shtojmë karrotën, specën e kuqe, shtojmë hudhrën. Vazhdojmë t'i fërgojmë për disa minuta, i kthejmë këpurdhat cilat i kemi larguar, shtojmë krip dhe piper të zi, pure domatesh, shtojmë ujë në ngrohtë, i mbulojmë me kapak dhe vazhdojmë t'i ziejmë edhe për disa minuta të tjera. Në anën tjetër mishin e skuqim në tigan nga të dyja anët për disa minuta. Tek salsa hedhim kremin, shtojmë majdanoz të thatë dhe mishin cilin e kemi skuqur më parë. Vazhdojmë edhe 10 minuta.